Të nderuar shikues dhe ndjekës të kanalit Korça Lajme, me rastin e ndërimit të viteve dhe ardhjes së vitit të ri 2026, dëshirojmë t'ju shprehim mirënjohjen tonë më të sinqertë për besimin, mbështetjen dhe përkrahjen tuaj të vazhdueshme gjatë gjithë këtij rrugëtimi. Viti 2025 ishte një vit sfidash, pune intensive dhe përkushtimi të përbashkët, ku së bashku ndam lajme, histori, problematika dhe arritje që pasqyruan realitetin e përditshëm të komunitetit tonë. Faljush, Korça Lajme ka vijuar të rritet dhe të forcojë misionin e saj si një burim i besueshëm informacioni dhe një zë i qytetarëve. Me shpresë dhe optimizëm, mirëpresim vitin e ri 2026, duke u uruar shëndet të plot, paqe, harmoni, gëzim dhe suksese të shumta për ju dhe familjet tuaja. Korça Lajme do të vijojë të jetë pranë jush edhe në vitin 2026 me të njëjtin përkushtim profesional, transparencë dhe përgjegjësi, duke mbetur zëri dhe shtyra e realitetit jo vetëm për qytetin e Korçës, por për gjithë qarkun gjithmonë në shërbim të qytetarëve. Faleminderit që jeni pjesë e familjes së Korça Lajme, gëzuar vitin e ri 2026.